Tani, për sa i përket pjesës se si ne mund të bëjmë login tek platforma MetaTrader 5 me accountin që sapo kemi bler, për shembull në Funding Pips. Çfarë duhet bëjmë tani? Vetëm një moment ta bëj connect. Fillimisht duhet të aksesojmë nëpërmjet emailit të dhënat e accountit që ne kemi bler, dhe kur blej një account në email të vinë të dhënat e accountit dhe thot account number, server, password etj. Çfarë duhet bëjmë ne është që tek serveri të kërkojmë Funding Pips Corp 2, pra Funding Pips Corp 2, e klikojmë këtu dhe këtu te logini do vendosim account number tek emaili që na ka erdhur sapo e kemi bler accountin. Dhe tek passwordi do vendosim passwordin tek emaili që na ka erdhur, do me thënë nga Funding Pips sapo e kemi bler accountin. Pra e ble accountin pas maksimumi 5 minutash, të dhënat e atij accounti që ke bler të vinë dhe më pasi i vendos këto, bën sign in dhe mund të aksesosh accountin tënd dhe mund të tregtosh më pas accountin tënd duke përdorur platformën MetaTrader 5. Pra, thjesht vendosini këto të sakta dhe unë nuk mund të bëja një shembull sepse prish privatësinë time, sepse nuk mund të tregoj emailin me password aty edhe login, kështu që është e mira që këtë gjë ta mendoni vetë. Pra, për të lidhur Funding Pips account, pra llogarinë e Funding Pips me MetaTraderin është kaq e thjesht bën 2 copy paste, vendos account number, passwordin dhe thjesht bën sign in. Shkojmë tek videoja e radhës.